Miqtë Prizmës. Titulli i këtij klipi është i tillë: Macron, Kushner dhe Sali Berisha që do të rrethoj ambasadat. Çfarë duhet të them me këtë? Titull klipi i cili sigurisht ka të bëjë me lidhjen që unë jap politikisht ditës dhe asaj që konsiderohet opinion bërje pikërisht për këtë ditë. Nuk është një analizë, është një opinion i imi, por sikur ashtu e kam zakon, gjithmonë e kam një pikë të analizës edhe opinionit e mia. Macron i dha një mbështetje të jashtëzakonshme, bile nga shumë aty u konsiderua mbështetja më e madhe edhe ndonjëherë nga një politikan i rangut të lartë evropian, dhe sigurisht presidenti i Francës është më i larti. I them më i larti sepse ka peshë specifike akoma më tepër se një kancelar, po themi, i Gjermanisë. Edhe në vështirësi, por njëkohësisht sigurisht qenia president, domethënë qenia presidenti i Republikës Franceze, i zgjedhur nga populli, e bën të fuqishëm deri në atë pikë sa sigurisht kaloi të kapërcej mbi një bundeskancelar. Normalisht ishin dy vendet që pra kemi të bëjmë me një president i zgjedhur nga populli, i cili sigurisht ka vullnetin më të madh politik, drejtimin e qeverisë, ka marrjen e vendimeve të jashtëzakonshme, edhe në kohën e sotme Franca është dhe fuqia bërthamore normale e Bashkimit Evropian. Ajo që sigurisht ka deterrencën e famshme, e cila mundet të mbuloj, jo të zëvendësoj, se sipas meje nuk zëvendësohet kur nga umbrella bërthamore dhe nga deterrenca e Shtetit Bashkuar të Amerikës, por që ka testatat e veta bërthamore. Në këtë pikë, mbështetja e jashtëzakonshme, si nga ana politike, cilën e përmendi 3 herë përfitoren e tij, Edi Ramën, diskutimi financiaro-ekonomik për një Shqipëri e cila është në sy të Francës, sy të presidentit Macron, stabil, dhe sigurisht përmendja e vitit 2027 si hapi i fundit, përfundimtar i Shqipërisë në Bashkimin Evropian, mikpritja e këtij vendi në Bashkimin Evropian, përbënte edhe atë aks, atë thelb, të cilën një farë mënyre i gjitha i takim që u bë një ditë më përpara të sotmes, e vërtetonte qartë dhe pastër. Pastaj, mbas këtij diskutimi të një forumi ekonomik në Tiranë, të cilat ishin përgatitur, ishte një forum ekonomik që drejtohej nga Franca, por në të vërtetë po merrnin pjesë edhe element të shumtë nga bota arabe, nga biznese nga më të ndryshmet, po ndigjonin presidentin francez dhe po bëhesh në Shqipëri, ndërhyn edhe dhëndri i presidentit Trump, Jared Kushner, i cili sigurisht me një ndërhyrje nga online, ju bëri qartë atyre mrekullinë shqiptare, projektin e tij të madh, njëkohësisht duke i bërë një reklam të jashtëzakonshme pikërisht atij projekti për Shqipërisë. Në diskursin e tij, Jared Kushner i bëri një përçapje të madhe për ta kontrolluar të thënën, për të mos u dukur sigurisht një ofensiv e tillë për Shqipërinë, por thjesht një mrekulli mirëdashëse në sistemin turistik, edhe të një farë mënyrë edhe dashurisë që është për natyrën edhe për projekte të tilla. Dhe sigurisht duke qenë se është edhe sipërmarrës i madh, duke përfaqësuar fonde, financa të jashtëzakonshme ndërkombëtare, duke qenë se ai është pjesë e një lobingu të jashtëzakonshëm dhe lobi të jashtëzakonshëm të tillë të ndërtimit të zonave turistike të një niveli të lartë, bëri dhe punën e tij, po në kohë e gjitha kjo ka të bëjë me lejen që i ka dhënë qeveria shqiptare dhe kryeministri Edi Rama, pikërisht në ishullin e Sazanit edhe në Zvërnec. Pra kemi dy ndërhymje, Macron në një anë, i cili përfaqëson Evropën praktikisht, dhe Kushner në anën tjetër që përfaqëson Shtetet e Bashkuara të Amerikës, se nuk ka nevojë që të dalë presidenti Donald Trump sepse del dhëndri i tij
që quhet Jared Kushner, edhe nuk ka nevojë të merret me politikën, po merret me ekonominë, me zhvillimin edhe me mrekullinë shqiptare të turizmit dhe investimeve, duke bërë thirrje që sigurisht është një nga vendet më të mira për të bërë investime të tilla me kualitetet dhe cilësira të tilla. Në këtë pikë, në këtë mrekulli të jashtëzakonshme, mas një samiti të jashtëzakonshëm, të një pikpritje dhe shpalosje të jashtëzakonshme, mas një humbje të jashtëzakonshme madhështore të Sali Berishës, ky del dhe një nga frazat e tij fantastike i shpëtoi me sa duket, por ati nuk do të rrinë në plakje sipër dhe në humbje sipër pa i shpëtuar frazat tilla, ishte edhe njëra prej tyre që mediat e kanë kapur pak, që tha ne duhet të rrethojmë dhe ambasadat. Tashmë Sali Berisha e ka me të huajt, sepse askërkush nuk po, me thënë drejtën po e them fjalën, nuk po e pjerdh më, se s'kan pikën e fajit, se nuk do merren gjithë jetën e tyre me marrëzirat, protestat, idiotizmat e një njeriu që do me zor pushtetin, do që patjetër ta ketë pronë të tijën pushtetin në Shqipëri dhe shpall gjithë farë marrëzirash, mafje e narkoshtetes, a thu se të hujt mungojnë në këtë vend, a thu se nuk janë dhe Amerikanë dhe Francesë dhe Gjermanë dhe Italianë në këtë vend, a thu se gjithë ata që vinë ke ky narkoshtet, kur vjen Franca, kur vjen Macron, kur vjen Erdogani, kur vjen Meloni, kur vjen kryeministri britanik ose bundeskancelari, vinë e japin dorën një narkoshteti dhe një narkomafioze si Edi Rama. Imagjinoni çfarë deliri dhe çfarë marrëzie është kjo e Sali Berishës edhe idiotëve që ka përreth, sa pastaj duhet nga këta të paknaqërit që gjithmonë e humbin pushtetin, sepse sigurisht nuk ka idiot në shumicë si e pushtet këtyre, të rrethojnë edhe ambasadat. Imagjinoni tash çfarë halli i madh në trut e një të çmendurit të tillë ekziston, sa do që të rrethoj ambasadat. Ai mundet nesër dhe t'i rrethoj ambasadat dhe mund bëj edhe shpalljen e madhe, të rrethoj edhe shtetet, të rrethoj edhe Evropën. Sepse ai e di që sa më tepër të haj të gri kështu magllash, kështu marrëzirash që nxjerr nga goja, aq më pak njerëz i vinë brava. E provoj me protestën e madhe, në cilën unë thash 1000 vet, po u gabova shumë. Aty nuk ishin as 150 vet. 10 herë më pak ishin. Dhe midis tyre ishte edhe një tipaçe, e cila u zu një video skandaloze, pornografike, me sigurisht një kryebashkiak i cili po bën sipas me burg kot, sepse atë që kërkonte kjo tipja e pornografisë nuk e arriti kurrë. Por të tillë njerëz mbledh Sali Berisha dhe me të tillë njerëz, me këtë almën e famshme, do që të rrethojë edhe ambasadat. Prandaj titullin e vura Macron, Jared Kushner ose Kushner dhe Sali Berisha që nesër do rrethojë dhe ambasadat e huaja. Dakord miqtë e mi?